Iglitare ka dëshmuar që futbollistët shqiptar kanë qenë pjesë e projektit të tij. Vedat Moriqi i fundit, Elsejt Hyrsaj nga vitin 2021 apo Strakosha më herët kur ishte drejtori i Lazios, ndërsa është në negociata të avancuara me administratorin e përgjithshëm të Milanit, ai ka piketuar disa lojtarë të cilët mund të bashkohen klubit italian si dëshirë e tij apo dhe një strategji për ndërtimin e një skuadre simpatike për sezonin e ri në kampionatin italian. Edhe pse nuk ka ende asgjë zyrtare për afrimin e Iglitares dhe Milani, Panorama Sport mëson se një nga futbollistët shqiptar i cili mund të jetë në lëvizjet e para të timet muqesind është edhe Artian Ismaili. Mbrojtësi kombëtares është një opcion shumë i mirë për një kalim të tillë dhe madje janë disa arsye pse ai është i favorizuar për të shkuar tek Milani, gjithmonë nëse Tare zyrtarizohet. Iglitare do ta sugjeronte me kënaqësi sepse Ismaili ka zhvilluar një sezon të mirë me Empolin dhe në ndeshje të caktuara kundër ekipeve të forta ka dalluar me paraqitjen e tij, duke treguar se është në nivelin e duhur. E dyta, Ismaili dhe lojtari i lirë në fund të këtij sezoni sepse i përfundon kontrata me Empolin dhe përderisa një rinovim nuk ka ardhur deri tani, mbrojtësi do të dalë i lirë në treg dhe nuk do të kishte asnjë shpenzim për Milanin që do ta përfitonte falas, përveç pakës së tij vjetore e cila me një rritje të vogëlitur mirë, nuk rëndon në arkat e klubit. Një plus tjetër që 28 vjeçari ka është njohja e Sarisa. Ismaili nuk është një huaj që sapo ka sparkuar në Itali dhe nuk dihet nëse do të përshtatet, por ai luan sezonin e 5 në Serie A dhe ka fituar një lloj eksperiencë dhe i njeh të gjitha fushat. Tare shuhet për nuhatin e tij dhe ndërtimin e një skuadre pa shumë shpenzime që mund të synojë trofe dhe duke parë problemet e Milanit në mbrojtje, Ismaili do të bënte shumë punë dhe patyshim që do të ishte një alternativë cilësore në mbrojtje. Shumë shpejt pritet të marrë trajtim dhe çështja e Iglitares dhe Milani, dhe për Ismailin do të ketë reja.